deputetin Tritan Shehu në Gjirokastër. Elvina, të përshëndes, linja për ty. Përshëndetje, atëherë jemi sërish pranë selisë së Partisë Demokratike e Gjirokastrës, ku është mbyllur procesi votimit në orën 18 në të gjithë qarkun e Gjirokastrës, në të gjithë degët e Partisë Demokratike, duke Alia Itepelena, Gjirokastra, Këllësyr, Libohov, Dropull dhe Përmet. Ka qenë një proces i cili ka nisur në orën 8 të mëngjesit, një proces i qetë me një të lartë, ku antarët e tije kanë shprehur vot besim për lider. Krahë meje është dhe qarku të Gjirokastrës. Zoti Shehu, si komentoni procesin e Është një proces krejt normal, në përputhje me të gjitha rregullat statuore, pjesëmarrje të lartë. I si tashmë është mbyllur në gjithë degët, kudo po bëhet numërimi i flet votimit dhe rezultati. Aty ku po punon komisioni i qendrës i votimit të degës së Gjirokastrës dhe pat që anëtarët e komisionit seriozitet. Ka pak probleme me lidhjen që vjen nga Gjirokastra për shkak të internetit. Jemi me deputetin demokrat Tritan Shehu, është kolege Elvina Shehe, e cila sa po të kemi lidhjen e qëndrueshme, do të shkojmë përsëri atje. Është mbytur, pra siç po thoya edhe pak më parë